Përshëndetje, miqtë mi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje te Tarot. Do të ketë një ribashkim midis jush së shpejti, pra brenda një periudhe të shkurtër, do të ketë një ribashkim dhe këtë do ta zbuloj me anë të letrave Tarot. Një lajm i papritur, i befasishëm vjen në jetën tuaj që do t'ju transformoj jetën pa kuptuar në mënyrë të befasishme, sepse ky ribashkim është një ribashkim që bëhet në paqe, në qetësi, në harmoni. Tek ty ky mashkull shikon një femër shumë paqësore. Dhe dhjeta e kupave më tregon që ju të dy bashk do keni një ribashkim së shpejti dhe do jeni shumë falenderues të universit për këtë oazë të mrekullueshëm që ju ka sjell universi në jetën tuaj. Do të keni një kapitull të ri, do të filloni një kapitull të ri, një ribashkim, një kapitull të ri. Do të jeni plot mirënjohje dhe falënderime për këtë gjë të mrekullueshme që do t'ju vijë në jetën tuaj. Sepse ti për këtë mashkull je ylli polar që ndriçon jetën e tij, do të keni perspektiva të shkëlqyera. Ky është një person si ky mbret i shkopinjve që nuk e shpreh shpeshherë atë pjesën e fjalës ngrohtë të pasionit, por nga brenda gjithmonë ka të dashurinë për ty, që e ka të fshet. Një lajm transformimi do të vi shumë shpejt në jetën tuaj, në këto hapjet febritare, dhe vjen një ribashkim në jetën tuaj, do të ribashkoheni, sepse ju të dy jeni persona shumë të drejtë, që keni këtë dashuri të pastër, të sinqert me njëri tjetrin. Me kë rezonon kjo histori? Me kë gërm? Me gërmën O, Gl, me gërmën R, V, L, A, S, B, G, Gj, Z, gërmën Th, Sh, Q dhe gërmën F. Kurse me shenjat e horoskopit më rezonon është energji e përgjithshme dhe të rezonon me gjithë, me britjapin, denin, me peshqit, me gaforen, me dashin, me qiljetarin, me binjakët dhe akrepin. Faleminderit shumë, miqtë e mi.